Presidentja e Bashkimit Evropian, Ursula von der Leyen, kishte një takim. Takimi distanconte rreth 170 kilometra dhe dini se çfarë bëri? Mori një avion për të shkuar. 170 kilometra me makinë mund të bësh rreth 2 orë rrugë për të arritur, meqense nuk ecet shumë me shpejtësi, por një presidente mund të ecë edhe me 150 kilometra në orë. Kështu që mund ta bënte për rreth 1 orë e gjysmë. Dhe ajo mori avionin. Tani nuk është shkaku për të folur këtu, por duhet të nënvizoj disa gjëra tepër të rëndësishme që ja vlen të diskutohen. Që të kuptohet se nga kush drejtohet jo vetëm Bashkimi Evropian, por edhe shtetet përreth, sepse atë çka ndodh në Bashkimin Evropian, pra në Parlamentin e Bashkimit Evropian, ndodh gjithandej. Pra është një efekt domino. Ursula së pari është aktivistja më e fortë, ajo që thotë që gjelbërimi është gjë e rëndësishme dhe bota dhe planeti duhet që ne ta ndihmojmë. Pra është e para që jep le them kontributin e saj. Po si mund ta jap kontributin e saj kur 170 kilometra që mund ta bënte në 1 orë e gjysmë, si ju thash, me makinë, shkon dhe e bën me avion, që edhe avioni do t'i duhet kaq kohë, sepse sa të shkoj tek aeroporti, sa të marr avionin, të zbresit bet, prap se prap, 1 orë do t'i duhet. Dhe pyetja ime është pse duhet ta bëjnë gjë tillë, po prisni se nuk mbaron këtu. Sepse aq shumë sa ndot një avion, nuk e keni iden, nuk ndotin të gjitha makinat në qytetin ku gjendeni ju. Dhe ju e dini që sipër në hapësirë ka probleme të mëdha dhe ne kemi vite që flasim për këto argumenta. Dhe von der Leyen është e para që flet për këto ndotje. Dhe çfarë bën? Në 170 kilometra merr avionin dhe ndot, por nuk është vetëm ndotja, sepse të gjitha shpenzimet bien mbi kurrizin e të gjithëve, pra të popullit, sepse nga i merr ato të ardhura për të lvizur kjo zonja. Duhet të dini që zonja von der Leyen merr rreth 30.000 euro në muaj, aq është rroga e saj. Është pak, e di, por aq merr, sepse janë parafërsisht rreth 350.000 euro në vit. Plus pastaj shpenzimet çfarë janë, sepse shpenzimet normal, ku ha, ku pi, ku lviz makinat, karburanti, të gjitha janë shpenzimet të parlament, të shtetit, që si përfundim i pagon populli. Dhe përveç të gjitha këtyre thash ndotjeve me lëvizje që bëjnë, por përveç stafit të gjithëve që janë rreth saj, por njëkohësisht edhe shpenzimet e mëdha, pra shpenzimet që shkojnë gjithmonë kundër njerëzve. Dhe gjëja që njerëzit janë pak të informuar është që kush e drejton popullin, kush janë këta njerëz që drejtojnë popullin. Po t'i vinire në çdo vend, pra në çdo vend, në çdo shtet, janë të gjithë ata që kanë qenë, janë edhe mbeten. Vetëm se bëjnë xhiron mes tyre, por janë gjithmonë ata. Në këtë rast, për shembull, von der Leyen, i ati saj Ernesti ishte një president i një shteti, le themi gjerman, që quhet ai vendi i ulët, si mund të quhet një zona e ulët, kështu quhet, dhe i gjeni këto informacione, por flas shumë me superlativa, sepse sot është edhe vështirë që të flasësh publikisht, sepse secili duhet të ketë zërin e tij, fjalën e tij. Dhe kush do ta thotë? Dhe njeriu duhet të ndërgjegjësohet, në këtë rast edhe kjo. Ajo vjen nga një familje, le të themi pasaniksh, sepse Karli, gjyshi i saj për shembull, vjen nga një familje që ata e quajnë fisnike, pra nga një familje princore, princësh, dhe vendosin, familja e tyre kanë vendosur gjithmonë, qoftë në zonat gjermane, por edhe tej. Dhe kur u themelua ose kur u formua Bashkimi Evropian, i ati i von der Leyenit ishte aty, njëri nga pjesëtarët. Pra ai përpara se të ikten, kjo më bën të mendoj që la edhe si pasuri la vajzën e tij. Dhe unë mendoj që ky vend, ky shtet, me fjalë, sepse tashmë është janë Shtetet e Bashkuara të Evropës, nuk është i një familje, nuk është i një principate, nuk është i një grupi njerëzish. Unë mendoj se është i gjithëve dhe secili duhet të ketë atë zërin e tij, duhet të ketë le të themi
fjalën e tij. Tani, ne në qoftë se shkojmë për shembull, siç ju thash, në çdo shtet, po t'i vini re, çdo shtet janë të njëjtët politikan, të njëjtat familje, prej vitesh, vetë se ndërojnë njëri tjetrin, pra në shtyjnë një tjetër, sikur ata të bien dakord me njëri tjetrin. Dhe kjo gjë ndodh gjithandej. Nuk e di tani në trojet tona, troje shqiptare ndodh apo jo, por përafërsisht në të gjithë shtetet tregohet se ndodh pothuaj ashtu. Nuk po themi se jemi si në kohën e Kores, për shembull, që Jungët, pra familja Jung e Kores së Veriut, vazhdojnë që të sundojnë. Ai vazhdon akoma të sundojë nga gjyshi, nga jati dhe e mori ky. Pra nuk besoj që është kështu, por sidoqoftë, po ta shikoni, në çdo vend duket sikur janë të njëjtët. Pra si është e mundur që nuk del një grup i ri? Si është e mundur? Dhe falë Zotit që kohët e fundit, për shembull, në Itali doli një grup i ri, si ajo 5 yjet që janë këtu, kështu quhet, ose 5 Stelle, si quhet, dhe ata diçka donin të ndryshonin, por si do qoftë me kalimin e kohës i zhytën gjithmonë e më thellë, sepse tregohet që është tepër e vështirë dhe këto familje, me sa duket, si shtuhet, janë teori konspirative, vazhdojnë që të mbajnë njëri tjetrin, duke shtyrë, duke larguar të gjitha ato grupe të reja që mundohen që të hapin një rrugë të re ose një dritë të re njerëzve gjatë fushatave. Dhe këto, se mendohet, gjithmonë teori konspirative, mendohet që se cili nga këto grupe në çdo shtet, si thash, investojnë shumë gjatë fushatave, përpara dhe gjatë fushatave, dhe kanë një kontroll shumë të fortë në administratë, dhe administrata është pjesa kryesore, sepse administrata, pra krerët, ata që janë në pushtet, tërheqin edhe popullin, dhe populli me një kile krip, një kile buk dhe një litër qumësht, aq edhe te i kalon, sepse nuk e mendon thellë. Në fundit, disa prej tyre janë të varfër, dhe normal që disa prej popullit që janë të varfër, janë të detyruar që të pranojnë atë ryshfet, sepse sidoqoftë ai ryshfet, sado i vogël të jetë, do t'i japi diçka që do ta bëjë që të eci përpara, dhe do ta ndihmojë atë në jetën e tij. Dhe kështu që kjo gjë mendohet që vazhdon prej vitesh dhe ecën akoma ndër vite, dhe ndonjëri, sepse kam vënë që ndonjëri thotë që në Shqipëri nuk është vetëm në Shqipëri, për mendimin tim, po është gjithandej. Në çdo shtet, po të veni, në çdo shtet ka probleme. Bile do t'ju them, atë që ju kam thënë dhe para ca kohësh, dikush ndoshta e ka parë, 2 janë vendet që unë ku kam shkuar që mendoj që janë ato më kryesore, që janë me të vërtetë që bëjnë diçka për popullin. San Marino, që është këtu në Itali, që është një republik më vete, pse kjo? Sepse ndërrojnë çdo 6 muaj krerët. Dhe ata s'kan kohë. Nuk kanë kohë që të bëjnë shoqëri, të krijojnë, dhe nëse bëjnë diçka, e bëjnë thjesht për CV. Pra, për kurrikulumin e tyre që të kenë nesër, se nëse do bëjnë diçka, dhe të jenë të mirëpritur nga njerëzit dhe nga politika. Dhe tjetri vend është Zvicra. Në Zvicër, për shembull, secili nuk ka si në vendet e tjera të botës që të kenë skortën e tyre me bodyguard apo ku ta di unë. Jo, të paktën deri para pak vitesh ishte kështu. Nuk e di tani, më thoni ju që jetoni në Zvicër. Por doja t'ju pyesja ju, kudo që jeni, në çdo vend që jeni, në çdo shtet që jeni, do t'ju lutesha, mund të më thoni se si sillen politikanët aty dhe grupet politike që janë aty, a janë gjithmonë të njëjta apo ndërrohen? Dhe tjetra, ju mendoni që njihen mes njëri tjetrit dhe bëjnë që me radhë që t'ia kalojnë vendin njëri tjetrit, apo zihen me të vërtetë dhe nuk duan t'ia dinë për njëri tjetrin? Është një pyetje, thjesht për informacion. Pres komentet tuaja dhe kalofshi bukur. Hajde.